pavarësiet institucioneve australiane dhe ndoshta vendosjen e sistemit të një presidenti në mënyrë të ngjashme siç janë edhe në demokracitë perëndimore. Ai referendum dështoi në kuptimin që njerëzit votuan jo, ne duam që ende lidhja jonë me kurorën britanike të jetë aty e vazhdueshme. Ai debat nuk është hapur më në mënyrë të gjerë në Australi, ka disa organizata që në mënyrë të vazhdueshme mbrojnë idenë që ne duhet të kalojmë në republikë, pra në sistemin republikan, por nuk ka marrë në një hap të mëtejshëm. Nga ana tjetër, Albanezi ishte shumë i qartë për të thënë që unë kam një marrëdhënie shumë të mirë me mbretin Charles, faleminderit. Ashtu edhe me mbretërin. Duket që nuk e doni shumë mbretërin, duket, saqë edhe mbretin nuk është se e keni shumë për zemër. Për batut ka thënë. Kuptoj. Por ajo është pastaj një protokoll që ruhet në nivel institucional, pra kryeministri i Australisë gjithsesi për sa kohë që nuk ka ndonjë ndryshim në strukturat vendimarrëse dhe guvernatori gjeneral vazhdon të jetë përfaqësuesi i kurorës në Australi, ai do të respektojë protokollin dhe do të ketë një marrëdhënie shumë kordiale me përfaqësuesit e kurorës, me mbretin dhe me mbretëreshën në të njëjtën kohë. Një gjë që është shumë interesante është që vendimi nuk është marrë ende. Okej. Për ta hequr nga lista pasuese, nga Fronit. Nga lista pasuese. E Fronit. Por tashmë po flitet që Kanadaja dhe Zelanda e Re, që janë pjesë të Commonwealthit, dhe për më tepër janë pjesë të asaj që quhet the realm of Commonwealth. Janë 13 vende nga 56 që kanë total Commonwealthi, janë 13 vende që është vendosur përpara që për vendime që janë të një rëndësie shumë të veçantë, duhet të merret aprovimi i të 13 për tyre. Nëse dikush për tyre abstenon apo vendos veton, nuk është e mundur që kjo të ndodhi. Si Këshilli i Sigurisë, le ta themi si Këshilli i Sigurisë në OKB. Pra këto janë 13 vendet. Po. Është interesante për ta vërejtur më vonë. Tashmë ne kemi dëgjuar që policia përveç arrestimit dhe lirimit pastaj pas një ore të Andrewt, ky lloj arrestimi ka dhënë edhe mundësinë që të shkojë dhe të kontrollojë 2 banesa në Angli, në Norfolk, mos gaboj, ku ai ka jetuar gjatë Admir Ndjes, po në Australi ka rezidencë Andrew në dinin tënde, apo se nga çfarë thuhet, apo nuk ka zgjedhur të jetojë për në Australi ndonjëherë? Jo, unë mendoj që do të thënë, kur themi rezidencë, familja mbretërore britanike ka rezidenca në Australi, ku përfaqësuesit vet vinë dhe qëndrojnë gjatë vizitave zyrtare, po edhe gjatë vizitave jo zyrtare kur ato vizitojnë vendin. Por jo e dezinjuar për një individ të veçantë. Po. E kuptoj, okej. Ndjesë ndërpreva, po. Jo, ishte vetëm thimi, është shumë interesante sepse tani ka një lëvizje shumë të madhe në Britani dhe ka dhe një, si thua, një kaos, le të themi të ndërtuar me këtë. Arsyeja sepse përveç Andrew, ne kemi edhe Peter Mandelson, i cili ka qenë ministri i tregtisë për Britanin gjatë Labour, kur ishte në administrimin e Labour, dhe pastaj së fundmi ishte ambasadori britanik në Shtetet e Bashkuara, që është le të themi, është roli më i rëndësishëm në Foreign Office për në nivelin e ambasadorëve britanik. Tani, na duhet që jemi të qartë edhe të fakti që të dy, pavarësisht se le themi në fillim bujave madhe ishte për fotot me të cilin ata kishin bërë së bashku në shoqërinë e Epstein apo në rezidencën e tij apo me njerëz të tjerë, fatkeqësisht edhe me disa nga vajzat që në atë kohë ishin në moshë të mitura. Arsyeja për të cilën ata akuzohen në Britani është sepse Andrew, duke qenë konvoj, do të thënë mesazheri, le të themi, trade convoy i qeverisë britanike. Ashtu dhe Peter Mandelson, kur ishte ministër i të dy së bashku, në mënyrë të pavarur, kanë shkëmbyer mesazhe emaile me Jeffrey Epstein, të cilat kanë qenë konfidenciale.
informacionet të cilat qeveria britanike i ka marrë përmes ambasadave të veta, përmes sistemit të sigurisë, dhe kryesisht kishin të bënin me marrëdhënie financiare, mundësi për të investuar, mundësi për të blerë dhe shitur aksione, vlera, prona e të tjera me radhë. Dhe kjo është, si të thuash, ajo që ka arritur kulmin tashmë, sepse britanikët e marrin shumë seriozisht, i marrin shumë seriozisht struktura shtetërore dhe sidomos familjen mbretërore, e cila megjithse ka ardhur në një rol, le të themi, të reduktuar të pozicionit të vet në 2 shekujt e fundit, ende ruan një respekt shumë të madh në sytë e britanikëve. Dhe kjo aty ka arritur në një tipping point, pra gjërat tani po bëhen edhe më të vështira, qoftë për kryeministin Starmer, por edhe për familjen mbretërore në të njëjtën kohë. Okej, Admir, ndërkohë në Australi, veç këtyre personazheve, ka personazhe tjerë që janë përmendur në Epstein Files? Dhe si ka qenë reagimi në Australi, apo ka qenë më rezervuar Australia? Tani po flasim për informacioni është publik, thini, sepse ishte informacioni që u dha nga Departamenti i Drejtësisë. Ësakt. Megjithse ka pasur shumë komente sepse ato kanë qenë klasifikuara, të fshira, të edituara, i reduktuar, sipas, domethënë, klauzulave të Public Information Disclosure. Edhe kjo ha diskutim në Amerikë, se thonë janë fshira ato pjesë që nuk duheshin fshirë. Patjetër. Ajo që bie në sy aty është që viktimat janë ekspozuar më tepër se sa duhet, ndërkohë që ata që kanë qenë, le të themi, abuzuesit janë mbrojtur mbas reduktimeve të bëra. Ka patur një koment ku ish kryeministri australian Kevin Rudd dhe së fundmi, le të themi, deri para një muaji ishte ambasadori australian në Shtetet e Bashkuara, është, le të themi, akuzuar apo në mënyrë hipotetike shtetur ideja që ai ka pasur lidhje me hapsin në të kohë. Po e them këtë sepse është më relevante për kontekstin australian, por ai e ka mohuar këtë dhe deri tani nuk ka pasur ndonjë koment tjetër apo ndonjë fakt tjetër që ta provoj këtë lloj supozimi, këtë lloj hipoteze. Më duhet të them edhe diçka, thimi. Arsyeja pse Anthony Albanese shkruajtja të letër në lidhje me heqjen nga lista e trashëgimtarëve të Andrew, në thelb nuk ishte të bënte me rolin e tij ose për atë që ai akuzohet në Britani. Në thelb kishte të bënte me sjelljen e tij si, le të themi, bashkëpunëtor apo si dikush që shpenzonte një kohë të konsiderueshme me Jeffrey Epstein dhe rrjedhimisht pastaj edhe me abuzimet që ndodhen me vajzat e mitura në atë kohë. Edhe ky është dallimi për të treguar se Australia i merr shumë seriozisht çfarë ka të bëjë me abuzime të tilla, çfarë ka të bëjë me një normë kulturore që quhet e papranueshme në kontekstin australian, dhe pastaj mund ta themi edhe këtë, është një kontribut politik i kryeministit Albanese për pozicionin e tij, patjetër. E kuptoj. Le të themi që të gjithë politikanët, kur thonë një statement të tillë, duan të marrin disa kredite Patjetër, është normale. në sytë e publikut. Është normale.